Kemi një blok serash tek një nga fermerët më të mirë tek Abil Liço, që ka një sipërfaqe vetëm ky bloku këtu janë rreth 10 dylyme serë. Unë para pak minutash isha edhe kur po vilesh prodhimi, i gjithë prodhimi niset për Kroaci. Ky është prodhimi i pastër. Abili veç kësaj sipërfaqe ka edhe sipërfaqen tjetër që do ta mbjell me lagër. Dhe pyeta dhe punëtorët ishin të kënaqur edhe nga mënyra e pagesës edhe të gjitha. Ndërkohë, kjo është i thirrje edhe për konsumatorin e vendit. Ky spec kaq i pastër është pa mbetje, sepse kjo i nështrohet jo vetëm kontrollit biologjik, por edhe preparatat që përdoren këtu, produktet e mbrojtjes bimëve, zbatohet me rreptësi, karenca për çdo produkt. Edhe analizat që ka kryer Abili bashkë me njerëzit e tij ka dalë të pastra dhe kjo është thirrje edhe për institucionet shtetërore që media të caktuara që me çdo kush duhen që të përbaltin prodhimin ton duhet bien para përgjegjësisë. Para se ti të bësh një denoncim duhet të thosh ku është marrë prodhimi, kush është fermeri dhe me çfarë është përdorur, çfarë lloj preparati. Do ju uroj Abilit dhe njerëzve të tij një sezon të mbar dhe ushtofshin sa më shumë djem të ri si puna e Abilit që punojnë, ndërtoj familjen e tyre, po mbajnë edhe punëtorët që vinë nga gjithë pjesët e zonës dhe siç më shprehen ata, ritheksoj që ishin të kënaqur me pagesën që i bën Abili.